Përshëndetje të dashur miq të shtëpisë të milionerit e ju të dashur telespektator, vazhdojmë pra në një javë tjetër, në një javë më të re, me më shumë emocione në show quizin më të famshëm në botë, kush do të bëhet? Milioner! Dhe natyrisht intriga, të papriturat, emocionet që prodhohen në këtë show kanë bërë që sot të gjithë janë ulur para ekranit në familjet e tyre dhe bën pjesë e lojës. Japin përgjigjen e tyre negative apo pozitive apo gjithsesi, sepse ky show veç të tjerave është tepër familjar, shumë edukues dhe mbi të gjitha tenton, aplikon dhe fiton. Apliko dhe ti tani, bëu pjesë e showit ton. Dhe të kthehemi te 8 kandidatët e radhës, të cilët do të provojnë fatin për përgjigjen më të shpejt. Po në fillim le të prezantojmë ata. Albert Papa, Saran. Irena Korçari, Tiranë. Toma Dhima, Tiranë. Iliana Lika, Tiranë. Esti Begolli, Prishtinë. Muhamedin Etemi, Mitrovic. Dhe Semir Alimi, Shkup. Najada Deneci, Tiranë. Lyt ka Tirana sot. Sot që nga jave Tiranës. Gjithsesi, se cili do tjetë ai që do të ketë fatin të ndeshet në ringun e show quizit ton, duhet me patjetër të jetë i shpejtë dhe në përgjigje. Bën gati gishtat me njëherë. I lutem regjia për të zgjedhur lojtarin e parë, pyetjen. E renditni si duhet titullin e këtij filmi shqiptar. Mbuluar me malet blerim. Ndërkohë regjia do t'japi titullin e saktë të filmit dhe është filmi Malet me blerim mbuluar. Por kush është më i shpejti? Muhamedin Etemi, Mitrovic. Mirë se erdhe. Shkoj. Kandidati përballë me është zoti Muhamedin Etemi, vjen nga qyteti i Mitrovicës, ka mbaruar fakultetin Gjeologji Miniera, ndërkohë është dhe ligjërues po në këtë fakultet në Mitrovicë. I martuar dhe ka 3 fëmijë. Pyetjet janë 15, të ndara në 3 nivele, niveli i parë i garantuar 250 euro, niveli i dytë 1750 euro dhe premio e madhe për 50.000 euro. I dashur Muhamedin, në qoftë se ju e fitoni këtë shumë duke përdorur dhe ndihma, telefononi mikut, ndihmën e publikut dhe 50 me 50 ju nisni rrugën për të bërë Fillojmë me pyetjen e parë. Mos ju ndodh të kur, por nëse detyrojni të hidheni nga aeroplani, çfarë nuk duhet të harroni? A. Të hapni parashutën, B. Të lidhni rripin e sigurisë, C. Të fikni dritën dhe D. Pasaportën. Me siguri që të gjitha opsionet janë të nevojshme, mirë po për momentin mendoj që përgjigjja e fundit është të hapni parashutën. E saktë. Ti mos të remendo kështu thua, bo lash dritën ndezur. Pa duhet ta kesh edhe pasaportën. Po harxhon rrym. Vazhdojmë me pyetjen e dytë. Vendi i Thesarit të groposur në hartat e piratëve shënohet me Z, G, Z, Th. Për aq sa kam hasur në disa romane që i kam shiquar me këtë tematik, mendoj që përgjigjja saktë është në C, X. Përgjigjja e fundit është X, domethënë C. Në C. Nga çfarë ke lexuar kështu, sepse themi që ti ke qenë pirat ndonjëherë? Ja,
Kur kam qenë i vogël, kam lexuar romanet e ilustruara. Dhe nga këtu ka qenë X. Qartë, i sakt. Kaluat të 50 euro, vazhdojmë me pyetjen e tretë. Përveç detrave dhe liqeneve, cili është elementi i tretë themelor i hidrosferës? Kanalet, përrejnët, lumenjt, pishinat. Përgjigja e fundit është C, lumenjt. Sakt, vazhdojmë me pyetjen e katërt. Dokumenti që lëshohet për të treguar gjendje civile a shëndetësore të një personi njihet si patent, autorizim, diplom, certifikat. Kemi certifikat shëndetësore, certifikat civile dhe përgjigja ime e fundit është në D, certifikat. Keni lëshuar në një kështu certifikat apo si takon kemi asaj? Ko me pari thonim librezi shëndetësor apo civile me ko tash ka ndruar. I sakt. Kalojmë në pyetjen e 5 për Muhamedini. Pyetja është: lagja e banuar me shqiptar në veri të Mitrovicës e njohur për trazira quhet Bunari i Hajratit, Kroji i Vitakut, Gurra e Gjatë, Vigu i Viganit. Me këtë rast kisha dashur të përshëndes të gjithë banorët që jetojnë atje. Përgjigja ime e fundit është Kroji i Vitakut. Vite i kaluar ka qenë më shumë i theksuar për këto trazira në Krojin e Vitakut. Po, kuptoj. Tepër e saktë përgjigja dhe ju bëni me njëherë pronar i qytetit për 250 euro. Muhamedin, ju kë keni preferuar të keni shoqërus sot në këtë lojë? Shoqërus kam bashkëshorten, Nurien, mirë po kam marrë dhe me 3 fëmijët e mi, 2 goca dhe 1 qun. 3 fëmijë, po i paç me jetë. Por direkt keni preferuar që të keni si bashkëshoqëruse? Bashkëshorten. Bashkëshorte, ju përshëndes zonjë? Faleminderit gjithashtu. Respekte. Ju çfarë profesioni keni? Ekonomiste diplomuar. Ekonomiste diplomuar. Po, me profesionin e vetë Muhamedini, ka punuar në minierë apo jashtë minierës? Jashtë minierës. Jashtë minierës. Po. Kjo është punë me mik, domethënë apo ka titullin inxhinier miniere, gjeologji miniere dhe Muhamedini ka qenë frikasak për të futur brenda minierë apo ka rregulluar në një raport mjekësor që probleme syri, tensioni, shikimi apo s'ja ka frikën punës Muhamedini? S'ja ka frikën. Ka 2 gjëra, ose ju nuk doni të na thoni të vërtetën sepse tundja e kokës Muhamedini thotë ki kujdes mos fol më tepër, ose nuk e di. Po mirë, në qoftë se ju do t'jeni fituesi 50.000 euro, çfarë do t'i përdorni ato? Kam qef ta shqetis botën. Të shqetis me 50.000 euro? Po. Deri në Tiranë vjen më tuti. Tirana tash është me 50.000 euro të shqetisësh botën. Po të lutem. Po pse, është një dëshirë ime që të shoh sa më shumë. Po mirë. Gjithsesi unë shpresoj që të ecim sa më larg dhe juve t'ju realizohet ky ëndër dhe ky qëllim. Vazhdojmë me pyetjen e 6. Në cilin nga këto sporte jepen 2 medalje bronzi? Kanotazh, handball, ping-pong, boks. Përgjigje, po ndoj pyetje me kleçk. Ma mërmendja që është ping-pongu, sepse në boks janë 2 kandidatë kundër një tjetrit. Në handball është ekipi, në kanotazh mund të jetë 1, 2 apo më shumë. Mendoj që mos nxitohesh. Mirë po, mendoj që gjeologji miniera jo në një herë, sepse të bien pet ndonjëherë. Po sigurisht. Kesh kujdes, ka dhe gropa boshe, pastaj kur e shikon që je më shumë se ç'duhet i dyzuar, mund të përdorësh ndihmat, i ketë 3 elementet. Ke publikun që patjetër është një mik shumë i mirë për të gjithë. Kisha preferuar të marrë një ndihmë. Ndihmë? Unë sugjeroj që të shfryzosh publikun. Hajde të dëgjojmë edhe ty një herë. E marr ndihmën e publikut atë. Publiku jemi gati për ta ndihmuar?
Gati pulte telekomandën. Pyetja është, në cilin nga këto sporte jepen 2 medalje bronzi? Kanotazh, handball, ping pong apo boks? Nuk është fjala se këtu kemi të bëjmë se sa sportistë marrin pjesë. Lloji sportit që jep 2 medalje. Atëre, në qoftë se jeni gati, unë urdhëroj që votimi të bëhet tani. Votimi i publikut është kanotazh 0%, handball 8%, ping pong 7% dhe 75% boksi. I falenderoj publikut, do ta dëgjoj publikun. Përgjigjja e fundit në D boks. Pra, siç e thash, edhe më parë nuk ka rëndësi numri i sportistëve pjesëmarrës në këtë lloj sporti. Është sasia e medaljeve që jepen, pra 2 medalje për bronzi për këtë lloj sporti. Se pas kam dëgjuar. Kështu që në këtë mes duhet falenderuar publiku sepse ishte i saktë në Faleminderit. Vazhdojmë me pyetjen e 7. Pyetja është: në historinë e Europës, Johannes Gutenberg do të kujtohet si zbulues i telefonit, shtypshkronjës, teleskopit apo valëve të radios? Përgjigjja ime e fundit është në B shtypshkronjës. Çfarë dini pak a shumë? E di që ka zbuluar Gutenbergu, nuk e di vitin kur është zbuluar, po sigurisht ka qenë besoj shekulli 17 apo 18. Gjithsesi ishit i saktë. I saktë. Pra, kalojmë pyetjen tjetër. Në cilin vend filloi të shfaqet për herë të parë kuici në të cilin ju po merrni pjesë? Në Francë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani apo Angli? Besoj se e keni një lloj informacioni që në momentin që keni bërë pjesë e këtij kuici, Fatkeq nuk kam keni aplikuar, i keni gjithë informacionet. Kam aplikuar, por nuk e kam lexuar historinë e kuizit. Megjithatë besoj që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka shkuar më vonë. Besoj që fillimisht është nisur në Europë. Dhe duke u nisur nga Mos u nxito dhe që t'japësh me një vendim, nëse je duke u nisur nga titulli, duhet të jetë shtet, besoj që duhet të jetë shtet anglisht folës. Sepse origjinali është në Who Wants to be a Millionaire. Ma merr mendja që është Anglia. Do të shfrytëzosh ndihmën 50-50, jem më i sigurt. Besoj që është Anglia. Do shfrytëzoni ndihmën 50 me 50. Atëherë ju lutem me regjia ta ndihmojmë Muhamedinin duke larguar 2 versionet që janë më larg përgjigjes së saktë. Angli, përgjigjja e fundit Angli. Po të them se ke hyrë në Angli apo s'ke hyrë në Angli, do të kalojmë disa momente publicitare dhe pastaj të kthehemi tek përgjigjja juaj. Kam përballë pra Muhamedin e Temin. Jemi në pyetjen e 8, në cilin vend filloi të shfaqet për herë të parë kuici në cilin po merrni pjesë, pasi ka shfrytëzuar ndihmën e publikut, ka shfrytëzuar edhe 50 me 50, ka ngel alternativën A Francë dhe D Angli, përfundimisht përgjigjja juaj përfundimtare ishte D Angli. Në informacion të cilën ju me patjetër po të klikoni në www.milioneri.com, patjetër që keni gjithë informacionin e dur, por përsëri për njëri, në 4 shtator të vitit 1998 në kanalin ITV, kuici që nga ajo ditë moderohet nga kolegu im Chris Tarrant. Dhe natyrisht përgjigjja juaj është e saktë. Pyetja
tjetër. Për Muhamedinin, makaroni, gento dhe perandori janë lloje të balenave, pinguinëve, gjelave, papagajve. Për balena, di ma mërmen që nuk janë. As të gjelat nuk besoj që janë. Në vërtet, mundet me ekzistu dhe gjelat, se mendoj që është në B, pinguinët. Kjo ma asocion të perandori, sepse besoj që ka pinguin perandorak. Nuk duhet të zitosh, nëse je i pavendosur, e ke edhe një ndihmë pa shfrytzuar, që është telefonoj një mikut. Kam ndihmën, po pres ta shfrytëzoj në pyetjen e ardhshme. Uroj atyre që japësh përgjigje të saktë. Ku i ke dilemat, kryesisht? Mendoj që është ose gjela ose pinguin. Ose gjelat, Ose pinguin. ose pinguin. Nuk ma merr mendja që janë balenat apo papagajt. Do të rizikoj, do të shkoj në B. Do të shkoj në B të pinguinët. Por duhet ta them që është e fundit apo. Do të rizikoj. E kam në shpirt prapë se pra ka marrë për të luajtur këto. Përgjigja ime e fundit është B, pinguinët. Inxhinier gjeologji miniera. Po. Jeni marrë me çpime dhe me kërkime? Ja, po më dojnë, në lamin time po, jo në lamin të tjera. Urdhëron? Në lamin time profesionale po, jo në lamin e pinguin e gjelave. Po gjithsesi, kërkon në një farë forme gjithmonë është ajo për të zbuluar, dhe në profesioni është të zbulosh. Kuptohet. Ke provuar ndonjëherë gjel me makarona? Ja, gjel me makarona. Makarona. Jo, më këtuat gjel. Li, qa i thonë? Makaron me gjel, apo bëhet me Po. mish? Aha. S'ke provuar. O papagaj, për shembull. Të karasisur? Kam pa papagaj, po jo të ha. Si? Jo, ke parë, nuk thash ke Po, lërë sigurisht. papagaj. Ke parë, ke dëgjuar emra të ndryshëm? E di që janë ara, nuk e di tjerat, nuk e di, nuk kam i Unë nëse do isha shumë i shpërndar, sinqerisht do ta shfryzoja edhe telefonoj një miku, sepse është një ndihmë dhe kur e shikoj se jam tepër i dyzuar, e shfryzoj, është një Po, alternativë. sigurisht. Kështu që tani magjia e atyre minatorëve në Kili u ndihmua se u hapa ajo vrima 700 metra që të dilni, kuptohet. Pra, i kërkuan të gjitha llojet alternativeve, kryesisht u flasim për një jetë njeriu, po jo për një kuic, por që gjithsesi më vjen jashtëzakonisht keq të them që si inxhinier gjeolog minerash ti të mos ta thoshje që në fillim, sepse në minier kam punuar dhe unë. Po, kam punuar 7 vite në minier. Po unë çfarë kërkoja e gjeja i dashur Muhamedin. Gjithsesi, ju në përgjigje më vjen keq të ta them përsëri dhe të lutem që duhet t'i përdorësh ndihmat herë tjetër kur t'jepet mundësia të marrësh pjesë në kuicë deri në fund. Përdori. Megjithëse këtë rast ju qelluat i sakt në përgjigje. Perandori është më i madhi 1.1 metër, gjento arrin gjatësinë deri në 90 cm. Makaroni është lloji më i përhapur prej të gjithëve. Kjo ishte shaka e mirë. Shimë çfarë u bëre fëmijëve më shim. Ujë në djerës fëmijët, babi. Gruaja ka kthyer kokën ande, gjatë gjithë kohës ja bënte vu. Si guxoj të kthehem tash. Babi në këto momente kaloi në 850 euro. Babi. Do kalojmë në pyetjen e 10, në të cilën nëse ju do jeni saktë, por përsëri po e them, shfrytëzoj ndihmat mirë. Keni dhe ndihmë, telefonoj një miku nëse do jesh i pasigurt, me pati kërkoje mikun, për çfarë duhet miku? Në ditë të vështira, e pse miq tan, në ditë të vështira mbyllin telefonin.
Ha? Kisha dyshim që as miku që kam atje në linjë telefonike nuk do ta dinte të përgjigjen. Okej, vazhdojmë me pyetjen e 10. Pyetja është: cila pikturë e Picassos më 2004 u shit për $104 milion? Shuma rekord deri në atë kohë. Çupa, Martesa e Pierit, Guernica, Djaloshi me lull. Nga këto që i kam përgjigjet përpara, Flasim për shekullin e 20, nuk është Guernicën e kam të Klasik. njohur. qofse Emri më i njohur që më vjen ndërmend është Guernica. Guernica është mjaft e popularizuar si pikturë. Edhe kam dyshime që kjo është ajo, po më dhimbse se ta shpenzoj ndihmën e telefonit nëse është kjo. Mirë, po megjithatë do ta ftoj mikun Gentian Gurën. Gentian Gura, çfarë profesioni ka? Është jurist. Jurist. Jurist, ku ka jurist? Si ne, sidomos ne shqiptarët me këtë drejtim, mos marrin vesh jurist nga Picasso, nga këta. E kemi gjithë kulturë kemi. Atëre, ju lutem na bëni lidhje me zotin Gentian Gura Gura. është korçar për ndryshe. Alo. Genti, përshëndetje, Genti. Përshëndetje. Po, urdhroni. Agron Llakaj ju përshëndet nga show Kuici me i famshëm bot, kush do bëhet milioner, besoj se keni dieni. Përballë jam me mikun tuaj Muhamedin Etemi, i cili në këto momente ka nevojë për ndihmën tuaj. Ju çfarë profesioni keni, Genti? Jeni jurist? Unë jam jurist dhe më bëhet qefi që më jepni shansin të marr pjesë dhe unë kështu në këtë mënyrë, kështu në telefon në Kuici. Shansi mirë, po do zot jep një përgjigje saktë Muhamedini se pastaj do thotë nga të mora ti në telefon. E sigurt. Gjithsesi, atëherë i dashur Gent, le të kthehemi tek ndihma e mikut tuaj Muhamedinit, shkoa 30 sekonda për të dhënë një përgjigje. Të lutem ushtroj pyetjen. Përshëndetje Genti. Cila pikturë e Picassos më 2004 u shit për $104 milion, shuma rekorde deri në atë kohë? Çupa, Martesa e Pierit, Guernica apo Djaloshi me lull? E dëgjove. Më thuaj edhe një herë. Pikturë e Picassos në 2004 shit për $104 milion. Çupa, Guernica, Martesa e Pierit, Djaloshi me lull. 4 sekonda. Djaloshi me lull. Miku e dha përgjigjen e vet, përfundimtare. Dhe e tha të prerë. Nuk e zgjati fjalinë. Do ta dëgjoj mikun. Nëse i humb €600, mirë, nëse i fitoj më shumë. Do të shkoj tutje. Përgjigjja e fundit në D, Djaloshi me lull. Sa vjet ke që njifesh me këtë Gentin? Njihem që 3 vite. 3 vite. Çfarë ju ka lidhur? Profesioni. Njohja rastishme, profesioni. Jo, profesioni. Jeni në një punë bashkë. Punojmë në një projekt të bashku. Të ka zgënjur ndonjëherë Genti? Ja. E bindesh, je i bindur që e njeh mirë Gentin? Besoj që e njoh se Genti është djalosh që ka shëtitur mjaft, ka lidhje, po më ka një uri të gjëra, besoj edhe në art, për poslamis jurisprudencës. Ka një uri në këtë fushën e pikturës e këto, i ka. Pa një uri, po më evropiane kështu. Kur je në momente vendimarrësit të veçanta gjithmonë te Genti mbështetesh? Ja. Jo. Ja vetëm Pos familjes, kuptojemi. Po. Jo, mbështetem. Po të më dëgjosh mua, ta sugjeroj. Gentin mbaje mik, por mos jep më tepër pesh. Sepse po të kishe marrë një mik tjetër në telefon, të kishe përdorur një mik tjetër, ai do të jepte një përgjigje që të garantoj që nuk do ishte e njëjta përgjigje që dha Genti. Ai është jurist, nuk do të thotë që i di të gjitha, po ja që i ra në kokë dhe u përgjigj pra sakt që Djaloshi me lull është shitur $104 milion. Pra, ju në këto momente jeni në kuotën e €1.750, por gjithsesi sa për një informacion,
Është realizuar kjo pikturë në vitin 1905 kur Picasso ishte vetëm 24 vjeç. U shit për $104.168.000 në 5 maj 2004 në Ankandin Sotheby në New York. Thuhet se blerësi ishte Guido Barilla, pronar i Barilla Group. Të na dëgjoj ai që i tham edhe emrin e makaronave. Kështu që ju në këto momente meritoni çekun për 1.750 eurove. Ky është çeku juaj. Nuk qënke kaq kështu që i mban gjërat për vete. Më dhe dhe mua diçka. Më dhe diçka, po që nuk hyn punë. Me ju zonjë, si është në raport me fëmijët? Ju ndihmon shumë, në çdo aspekt. I ndihmon. Po. Kërre në fillim. Vërtet babi më. Jo shumë rrallë, shumë rrallë. Shumë rrallë i Shumë rreth. është tipi qetë. 2 herë, 3 herë në ditë, normale, se s'ka pse të rrafi më shumë. Nuk bëhet fjalë. Po apo jo? Jo? Kam harruar kur i kam rrerë fundi herë. Urdhro? Kanë qenë shumë të vogël, ndoshta e kanë marrë në rishë plak, kështu. Ka kaluar shumë kohë e madhe. Normale. E në unë për shembull nuk jam rrahur kurrë në fëmijën time. Unë se dija, në fëmijën time nuk e kam njohur çfarë ishte pëllëmba. Ose shkop, ose me rri pallalonash. Se i dini duar babait. Kupton edhe kur erdhi një moment i thash, "O babai, thash po më ke rrahur o njeri." Ndaj e bërë kështu si qetari. Ta kisha bërë ripin më të trash, më i mirë do ishe bërë. Gjithsesi prindrit jetën e kanë përkushtuar fëmijëve dhe nuk ka dashuri më të madhe, e ka dhënë Zoti, është dashuria më e madhe. Vazhdojmë atëherë me pyetjen e 11. Cili prej këtyre patriotëve të shquar ishte i njohur me nofkën latinisti? Ibrahim Temo, Mustafa Kruja, Dervish Hima, Nonda Bulka. Kam të drejtën, pak kam njohuri për patriotët e Shqipërisë. Me qenë se besoj që ky Ibrahim Temo është ai zotriu që luani rolin e tij, e keni luajtur në Portokalli. Temja. Gjatë temja. Do shta latinisti Nonda Bulka ka qenë dhe shqimtar, nëse s'gaboj. Besoj që fjala latinisti ka dalë nga ndonjë shprehje me cilën është përshkruar ky patriot nga bashkëluftëtarët e tij si njeri ndoshta i dishëm, i shkrimit. Po? Pasi që kam të garantuar, po më shumën më pashme do të shkoj në përgjigjen D. Edhe shkolla ime fillore ka pas emrin Nonda Bulka. Prandaj do të shkoj në D, edhe nëse gaboj do të shkoj në D, përgjigja fundit në D. Çfarë di për Nonda Bulkën? Nuk di shumë, mirë po Është po lidhem me filmin Islam Dog. Dog. Ka fabulist. Ka pasur dhe një pseudonim. Prandaj thash përdesë keni ushtruar dhe shkollën aty. Ja. Nuk Jo, e vëshilloj unë kam kryer shkollën kur ju është dhënë në emri, po lidha edhe me atë filmin pak Islam Dog milioner që lidhen ngjarjet me diçka nga historia personale. E thash mos, po më lidhet edhe mu këtu shkolla fillore me latinistin. Mua më vjen mirë që keni qenë nxënës të asaj shkolle dhe Nonda Bulka vet do ndihej krenar që ju do preferonit që ai është që e ka nofkën latinisti, por Nonda Bulka e ka pasur thri kri. Kështu që përgjigja juaj e pa sakt. Por megjithatë, unë të falenderoj me zemër sepse edhe kurajo dhe guzim tregove, gjithsesi u argëtuam. Kisha kënaqësinë Dhe pjesëmarrës.
Kënaqësi jo vetëm për mua, por edhe për të gjithë shtëpinë e milionerit edhe për telespektatorët që ndjekin në këto momente po me kaq emocion. Faleminderit dashur mik, më lejoni ta përshëndesim dhe ta përcjellim Muhamedinin.